Në fakt ishte habi deri diku kur më erdhi ftesa nga Goni për të mbajtur fijet, tokun fijet. Nuk dija në fillim për çfarë do flisja. Sugjerimi ishte që ta nisja nga një fije e pandërprer mes eksperiencës time këtu si drejtuese dhe kësaj fijes që ka mbetur në formë, çfarë po ndodh aty mbrapa, se unë po shpërqendrohem ndërkohë. Okej. Një fije që ka mbetur pezull, por një fije që herë forcohet, herë hollohet në varësi të situatave. Mu duk interesante dhe ta trajtoja në këtë formë, por duke njohur dhe pak programin e kreativit, sigurisht që nuk shpëton dot pa ndarë eksperiencën personale. Dhe për këtë dua t'ju flas sot, pasi të mbajmë teori për gjëra që nuk i kemi prekur, mendoj se nuk na përket asnjërit prej nesh. Dhe çfarë më mirë se sa nga një eksperiencë personale për të shpjeguar edhe temën që sot kemi këtu fijet. Instalacioni që kam bërë është i qëllimshëm sigurisht. Unë nuk jam shumë njeri digital, madje Harri këtu mund ta konfirmoj gjatë kohës time si studente, se sa unë e refuzoja të mësuarit e artit digital. Unë kam mbaruar për grafik dhe pikturë grafike. Ju shmanga gjatë gjithë kohës artit digital, qoftë në të mësuar, qoftë në të prekur, pavarësisht se im vlla është një nga grafik designerat më të mirë në Shqipëri. Po të kishte qenë Marseli dhe ishim zënë më shumë, por nuk kemi qenë, s'kemi qëlluar. Dhe e mbajta në grafikën tradicionale me dhëmb deri në përfundim të masterit 2013-s, kur e mbylla me një instalacion. Dhe për këtë arsye, unë risjell një instalacion të improvizuar që u bë sot në mëngjes, mos më gjykoni ju lutem, ju studentët e artit, me disa imazhe, pjesë të cilave janë edhe pikturat e mia, por edhe simbole të asaj çfarë unë konsideroj fije në atë që mua më ndikon. Do ju kërkoj ndjes nëse do e lexoj pak materialin që kam përgatitur, sepse është mëngjes, por e kam shkruar vetë. Në Greqinë e lashtë ekzistonin fatthënëset, the fates, ndryshe. 3 perëndesha që përcaktonin rrugtimin e secilës qenie njerëzore që nga lindja në vdekje. Emrat që ato mbartnin në fakt sjellin vetë veprimet e tyre: Klotho, tjerësja, Lakesis, shpërndarsja dhe Atropos, e pakorruptueshmja. Këto 3 perëndesha merrnin fijen njerëzore, e shpërndanin atë që ishte pra lindja, jeta të jetuarit dhe e prisnin vdekja. Dhe për këtë arsye e fundit ishte e pakorruptueshmja, pasi ti nuk mund bësh marrëveshje me vdekjen. Fijet që në gjenezën e njerëzimit janë parë si simbol lidhës, shpesh edhe ato që përcaktonin fatin. Për fatthënëset e Greqisë lashtë, të prisje fytyn e jetës ishte një veprim krejt normal, ishte normaliteti i tyre. Ashtu siç ne presim një fije që na bezdis nga rrobat, por për krijesën që i ndërpritej fija, ishte kaos, ishte vdekje. Në simbologji, fija përkthehet lehtësisht me një linjë në transformim të vazhdueshëm. Sa herë kemi një fije në përduar, kemi tendencën ta rrotullojmë nëpër gishta, nëpër kyçin e dorës, ta bëjmë top. Pra t'i japim një formë rrethore. Besoj gjithë ju ka ndodhur me flokët e bëjmë shpesh. Mua më ngjan me gjarprin. Fija në vetvete. Dhe këtu do përmend një tjetër simbol të lashtësisë që është Uroboros,
gjarpri që kafshon bishtin e tij Shëndet në përjetësi, si simbol i shkatrimit, por edhe i rilindjes. E kemi diku këtu, të ngecur, sa për ilustrim. Dhe fia në vetë vete, në gjendje të lirë, mua personalisht më ka ngjasuar gjithmonë me një gjarpër. Pse e përmend gjarprin? Sepse është jashtëzakonisht shumë i pranishëm në artin që unë bëj, në pikturën time. Gjarpri është një element të cilin unë sa herë mundem, përpiqem ta vendos, sigurisht me arsye. Por përse gjarpri? Se okay, ngjan me fijen, po ç'a lidhje ka? Ç'a lidhje ka? Kur unë kam qenë në një moshë duke kuptuar veten, një moshë relativisht të vogël, më ka ndodhur që një gjarpër më bie në supe. Ndodhesha sigurisht në një ambient natyre, pylli, dhe nuk e prisja as pak këtë situatë, pasi isha poshtë një peme dhe gjarpri thjesht më ra. U friksova jashtëzakonisht shumë. Nuk mund t'ja u përshkruaj dot të gjithë gjërat që ndjeva, deri diku ndjeva dhe se mund të më kafshonte dhe mund të rrezikohesha. Gjarpri ishte në përk. Sekonda më zbriti nga supet dhe iku. Kjo gjëja më ka lënë jashtëzakonisht shumë gjurmë. Shumë persona që e kanë dëgjuar si histori më kanë thënë je me fat që nuk të ka pickuar etj. Unë e quaj një vizitë fatlume. Jo një ndodhi me fat që ai iku, por një vizitë fatlume. Pasi që atëherë fillova ta shikoja gjarprin si simbol, fillova ta mirëkuptoja një krijesë që shpesh ne e kemi të keq kuptuar dhe fillova ta konceptoja si pjesë të artit tim. Ata që kanë parë pikturat e mia patjetër nuk do habiten fare nga kjo që po them. Një pjesë e tyre janë dhe të ilustruara këtu. Të lidhësh fijet është një tjetër koncept interesant. Në botën pagane, lidhja nyje e fijeve ishte proces i mirë menduar që shoqërohej me besim dhe fjalë të përshpëritura në formë dëshirore. Ajo çfarë banalisht quaj magji, dikur ishte artit krijuarit përmes besimit. Nyjet, pra, të cilat mund të shihni edhe këtu, ishin një proces që mendohej gjatë përpara se të bëhej dhe ndikonte edhe jetën e njerëzimit në kohët e lashta në paganizëm. Këtë proces e krahasoj me mënyrën se si ka rrjedhur dhe rrugtimi im përsëri. Nga një pasion i pafajshëm për të pikturuar si fëmijë, u lidh një nyje. Në ndjekjen e shkollës së artit, kaloj aty. Nga dëshira për të organizuar festa avangard për kohën kur unë kam jetuar, u lidh një nyje në botën e PR-it edhe eventeve. Për t'i bërë bashkë sigurisht që një dozë mirë fijesh të tjera. Disa e quajnë fat, por unë jo, pasi i mbaj mend shumë mirë të gjithë personazhet që në këtë rast janë fije, të cilët kanë ndikuar në këtë rrugtim. Në kohën time si studente kam punuar lloj-lloj punësh kur isha sa ju. Kam qenë arkivuse, kam qenë fotomodele, kam qenë dubluese filmash, asistente e zotit Lame, e të tjerë. Një moment të caktuar mu ofrua mundësia e PR-it të një marke cigare që për kohën zhvilloi edhe në terren dhe filloi të më pëlqente të shisja jo me para, të shisja me fjalë, të shisja një mendim, të shisja një ide të re dhe të dëgjohesha për këtë fakt, pra të krijoja impakt. Aso kohë isha dhe themeluese e 2 organizatave, Uniteti Mendo Pozitiv dhe Animal Rights in Albania, ARA, ku nga shpëtimi kafshëve në aktivitetet me fokus artin për të stimuluar një mision që ne kishim, pra të dyja shumë ndryshe nga njëra tjetra, çfarë unë bëja më mirë ishte promovimi i këtyre 2 organizatave. Nëse shpëtoja një kafshë dhe i gjeja një shtëpi, një kafshë nga rruga, e kisha bërë këtë duke bërë PR për këtë gjë. Nuk është se shkoja ju lutesha njerëzve, po ju shpjegoja pse është e rëndësishme të adoptosh edhe jo të blesh.
Dhe pikërisht, nëpërmjet këtyre dy eksperiencave njoha disa njerëz të cilët u përkthyen në FIE dhe fillova punë në startupin e parë e-commerce në Shqipëri, në Trade Albania, të quajtur dikur tani Aladini. Në 2013, sa kisha mbaruar masterin, nisa bashkë me 3 themeluesit e parë, unë e 4-ta si shërbim klienti. Dhe pas 5 vitesh dola projekt menaxhere e një projekti të quajtur Ide Dhuratash, ku gjithë koncepti im ishte të krijoja një hapësirë, një platformë brenda kompanisë, ku artizanët, të cilët punonin në shtëpitë e tyre dhe Instagrami nuk ka qenë aq vital sa që është tani, të shisnin dhe të merrnin ato që meritonin me vlerë monetare për krijimin e tyre, duke krijuar dhurata të personalizuara për njerëz që nuk e kishin atëherë kaq shumë mundësi zgjedhje sa që kanë sot. Dhe vërtet që funksionoi dhe dhurata që ishte një platformë që të roqi shumë blerës, por të roqi dhe shumë artizan. Pra kur unë e lash në trading, pas 5 vitesh, Ide Dhuratash e lash në duar të sigurta. E di se tani vazhdon akoma. Mbas kësaj eksperience, FIA të roqi FIA-n dhe vijova në botën e PR-it, por tashmë më afër shkollimit tim. Pranova një pozicion në Ministrinë e Kulturës, në kabinetin e Asoko Elva Margariti Ministre, për promovimin e punës ministrisë. Pra, përsëri digjitalja që unë isha shmangur, më gjeti. Por kjo më ka ndihmuar shumë të mësoj. S'ka problem se le të flasim dhe ata, është bukur kështu, sikur ka më shumë dinamik. Punova pak kohë aty, por një eksperiencë që më mungonte e mësova dhe më vleti shumë, sepse krahas PR-it digital, që tashmë isha mjaft e familiarizuar, mësova për memot, për shkresat, një informacion që më mungonte totalisht dhe u futa në rolin e një punonjësi të administratës. Kur më erdhi propozimi nga Kodi, ka qenë pandemia në 2020, kërkoj një PR për promovimin e agjencisë, jo vetëm të Kodit. Pra, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje ka 2 drejtori, që është Kodi dhe Bashkëqeverisja. Unë duhet i bëja të dyja. Më duk tepër interesante pasi unë njoha pak me aktivitetin. Sigurisht Bashkëqeverisja ishte një fushë e cila nuk më përkiste dhe shumë për formimin tim, po kjo nuk më bëri të trembesha. Kodi patjetër rash në dashuri. Pash art, pash libra, pash një bibliotek ku do punoja aty dhe ajo ka qenë arsyeja pak që i vuri vulën, që unë pranova. Dhe fillova punë në Kod në kohë pandemie, një vit 2020 tepër i vështirë. Pasi çdo gjë binte peshe digitalizimit, promovimit digital, nuk mund bënim aktivitete. Dhe nëse bënim aktivitete, ishin 10 njerëz të ftuar me maska, na prishej estetika fotove. Unë si PR mërzitesha shumë, po duhet përshtatesha. Gjithsesi ja dolëm, ca me Webex-e, ca me aktivitete interesante, kemi bërë dhe ekspozita. Dhe kjo më kujton një ekspozit tepër interesante, keni dhe katalogu në bibliotek, nëse doni ta shihni më pas, Michel Setbun, i cili ka fotografuar Shqipërinë në vitet 80-90 dhe është rikthyer për të rifotografuar të njëjtat vende e të njëjtët njerëz, ato që ka arritur të rigjej, në vitin 2018. Micheli do e hapte këtë ekspozit në Kod, ishte programuar çdo gjë, ai vinte vetë nga Franca. U hap ekspozita në kohë pandemie, por ndërkohë që ekspozita montohej, kuratori Genti dhe drejtoresha Eridana ishin të dy me Covid. Ndaj është dashur që gjithë kjo punë të bëj me celular, me video call, nga një anë kisha Gentin, nga ana tjetër Eridanën, që u montua ekspozita, u kryua koncepti kuratorial, etj. Doli mirë, me pak të ftuar, por pati goxha impakt.
Gjatë kohës që punova si PR për një vit, kurova dhe ekspozita. Një eksperiencë që e kisha cekur pak, por duke qenë edhe larg fushës për shkak të punëve të ndryshme që kam bërë, jo dhe aq shumë. Por të kuroj ekspozita në një galeri, një hapësirë që konsiderohet galeri, ishte tjetër sfidë, patjetër. Do duhet kishe të bëje me elementin, mu rikthyen mësimet e akademisë, të cilat i kisha lënë më njanë, nuk i kisha harruar. Dhe eksperienca tjetër që fitova ishte të njihja hapësirën. Të njihja hapësirën tashmë si kuratore, jo vetëm si promovuese e saj. Dhe kur merrti propozimin për të bërë drejtoresh, një nga arsyet pse më pëlqeu dhe më pëlqeu ta pranoja ishte pikërisht sepse do kisha të bëja drejt për drejt me artistët. Kam punuar 4 vite në kod, kam drejtuar këtë ku jemi në sot, këtu të kjo sallë janë bërë shumë aktivitete, 3 qerekun e të cilave nuk kisha kohë të ndiqja, sepse më duhej të organizoja gjëra të tjera, por ka qenë një eksperiencë e jashtëzakonshme, një eksperiencë që ka lidhur kaq shumë fije, sa ndonjëherë e harroj si sa shumë. 4 vite mund të duken pak, por sa herë diskutojmë me tashmë ish kolegët e mi, por që mbeten miq shumë të mirë, na janë dukur si 40, sepse vrulli që ka kodi është i pandërprer. Ju sa po e dëgjuat vetë që ndërkohë që ne po flasim këtu brenda po bëhet një aktivitet tjetër, janë 2 ekspozita paralele, jam e sigurt që mbas 2 orësh do ketë diçka tjetër e kështu me radhë. E gjitha kjo është dinamik, e gjitha kjo është marrëdhënie, e gjitha kjo janë fije që lidhen. Dhe gjatë kësaj kohe, kur u bë tranzicioni i kalimit tim nga një kolege tashmë me vartës, ishin të njëjtët persona. Çfarë zgjedhje kisha unë të bëja me këto fije, ishte pastaj në dorën time. Unë zgjodha t'i trajtoj si kolegë, si të barabartë, hoqja titujt, unë isha përsëri Ena, dhe zgjodha t'i quaj bashkëpunëtor. Një pjesë e fijeve u forcuan akoma më tepër. Një pjesë u dobësuan. Por unë mendoj se kam bërë zgjedhjen e duhur, pasi pikërisht këto marrëdhënie që u transformuan gjatë kohës time si drejtuese këtu, ishin tregues për kohën kur unë u shkëputa. Dhe koha kur unë u shkëputa erdhi si pasojë e ekspozitës fundit që kam patur fatin të kuroj nga Bujar Luca. Bujar Luca, një artist i jashtëzakonshëm që nuk e njihja më përpara personalisht, e njihja si artist patjetër. Më besoi ekspozitën e tij vetëm me një video call. Dhe këtu dua të dal prapë tek impakti që ne krijojmë, impakti i parë që krijojmë me njerëz. Ai mësoi që unë kisha mbaruar për pikturë grafike, nuk më kërkoi të shihte asgjë nga pikturat e mia apo nga çfarë kisha kuruar më përpara, i mjaftoi fakti që ne komunikuam dhe pati një feeling. Dhe u krijua fija. Ekspozita Bujarit ishte jashtëzakonshme, u hap në nëntor të 2023-shit, deri në dhjetor, pra fiks para një viti. Dhe ajo ka qenë ekspozita e fundit që unë kam kuruar në kod dhe kam drejtuar në kod. Këtu dua të përmend pak trekëndshin kurator, artist, drejtor. Është një marrëdhënie e cila nëse nuk funksionon, asgjë nuk funksionon. Në këtë rast, mua mundesh të futesha pak dhe në luftë me veten, sepse mbuloja 2 nga këto pozicione. Isha edhe galeristja, edhe kuratoria. Dhe ndërkohë artisti ishte Bujari dhe ishte në rregull, por fija trekëndore e kësaj marrëdhënieje është një tregues shumë i fortë që më ka ndjekur gjatë kësaj eksperiencës time si galeriste dhe kuratore. Është ai që unë quaj trekëndshi magjik, një tjetër fije. Kështu e mbylla kodin, ndoshta edhe pak e ndikuar nga ekspozita që kurova, por edhe nga Bujari vetë, me cilin krijova një miqësi shumë të madhe, mendova të merrja një periudhë pauzë, pasi kodi është i mrekullueshëm, por të lodh. Dhe një moment caktuar duhet karikosh bateritë. Kur unë u shkëputa në fillim të 2024-s,
nuk më lanë të pushoja gjatë, më erdhi propozimi se po mendohej të ndërtoj një galeri e re. Okej, galeria suportohej nga Fondacioni Mane, bëra një takim me drejtuesit, kishin dëgjuar për emrin tim dhe që isha përsëri në treg, nga disa fije të përbashkëta. Dhe propozimi ishte i ashi hapësirën. Hapësira është piramida, i as pak larg nga puna ime e vjetër. Kur unë pash hapësirën, aty ishte bosh, pa absolutisht asnjë lloj ndriçimi, deri diku dhe pak e frikshme, skena perfekte për një film horror. Ndoshta unë i kam qef edhe nuk u ndikova për keq. U impresionova, ishte një sfidë shumë e madhe, nuk e dija se si do bëj ajo galeri fare, nuk e dija si do i kishte emrin, por thash, okej, nëse unë e pranoj këtë gjën, do jem vetë, ndërkohë që kjo bëhet nga e para. Dhe e pranova. Galeria është ndërtuar për 2 muaj e gjysmë, ndërtuar. Veshur, më tepër, ndriçimi, gipset, funksionimi, elektricitetit e tjerë, zyrat, të cilat janë nga pas. Ndoshta një pjesë prej jush këtu ende nuk e ka parë, galeria quhet Gocat, Gallery of Contemporary Art Tirana, në hapësirën e Ish Mumjes për Brezin e Vjetër, ose në krah të Kryeministrisë për Brezin e Ri. Kemi hapur 3 ekspozita deri më tani. Jemi në ekspozitën e 3 të Naim Spahiut, ju ftoj ta vizitoni. Se po bëj dhe pak PR, jam që jam. Por fije është dhe kjo. Dhe tani jam aty, por çfarë më bën të rikthehem përsëri tek eksperiencat e mia është pikërisht fakti që unë sot jam edhe këtu, si e ftuar. Dhe kjo më kthen pas në kohë, jo aq kohë e largët, kohë e afërt, por më duket si një fije e pandërprerë, jo thjesht sepse me një pjesë të stafit këtu, kolegëve këtu, kam krijuar miqësi, por edhe sepse të jem sot këtu më bën të ndihem përsëri në shtëpi, me gjithë ndryshimet që ka patur, me gjithë drejtuesit që kanë lëvizur. Kodi do mbetet përjetësisht një hapësirë të cilën unë e kam shkelur dhe kam lidhur fijet e mia. Ka patur raste që na lëvizte në një libër ose na mbyllej në një derë nga shkulmet e erës dhe i vini me emrin Fantazma e Kodit. Ndoshta një ditë unë do lëviz në një libër këtu. Por eksperienca e fundit që do ta përmend edhe këtë për ta përmbyllur ciklin fijet, i cili vazhdon pas kësaj bisede, ishte kurimi i ekspozitës Rubin Kadiut, një artisti tek cili unë kam besim, që sot e kemi këtu si pjesë të stafit Kodit, por para 2 vitesh kur unë intervistova Rubinin si punonjës potencial për të filluar punën, Kodu nuk e njihja. Më impresionoi CV-ja e tij, më impresionoi dëshira e tij për të punuar, dhe mua më duheshin njerëz që mbi të gjitha të kishin dëshirë për të punuar. Dhe kështu nisi rrugtimi i Rubinit në Kod, por absolutisht nuk njiheshim më parë. Në këto 2 vite, tranzicioni, le të themi, dhe punë të palodhshme, u bëm miq dhe ishte shumë nder për mua të kuroja ekspozitën e tij. Pra jemi përsëri tek tema, jemi përsëri tek fijet dhe se si ato formzojnë jetën tonë. Në rastin tim, mund ta lidhja vetëm me eksperiencën personale, por çfarë janë fijet sot, mendoj se secili prej nesh i ka brenda vetes. Faleminderit.